Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Por shëndetin për të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit, dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është edhe ahireti është jetë. Njeriu që nga dita e krijimit mëson, shpallja na tregon se veprimtaria e parë e njeriu ishte mësim. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu ja mësoi njeriu emrat e sendeve. Mësimi është obligim i njeriu sepse dituria është miku i tij. Si thot Lukmani i urt, dituria e ruan njeriu. Përgjatë shekujve, përmes mësimit dhe përvojës, njeriu ka kuptuar se çfarë nuk duhet të bëj, çfarë e rrezikon shëndetin dhe jetën e tij, çfarë duhet të shmang dhe në përgjithësi sipas kësaj edhe sillet. Por jeta e njeriu nuk është vetëm ajo që shtrihet ndërmjet lindjes dhe vdekjes. Edhe ahireti është jetë. Prandaj, përveç diturisë që i ndihmon njeriu të shmang vështirësitë dhe rreziqet e kësaj bote, atij i nevojitet edhe dituria që do ta ndihmojë të shmang vuajtjen dhe dhimbjen në ahiret. Njeriu e ndan hapësirën jetësore me botë të tjera, bimore, shtazore dhe shpirtërore. Në botën shpirtërore jetojnë edhe engjëjt, ndërta janë edhe ata që janë rujtar të njerëzve. Ata luten për njerëzit dhe kujdesin për ta. E këta engjëj, këta melaike, në veçanti kujdesin që njeriu të përgatitet mirë dhe me sukses për ahiretin. Engjëjt gëzojnë për çdo vepër të mirë që bën dhe e nxisin njeriu drejt së mirës. Në burimet e fesë son të lartë thuhet se kur njeriu fal namaz me xhamat, engjëjt i drejtohen Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu, i thonë: o Zoti im, fale këtë njeri dhe përfshije në mëshirën tënde. Të dashur vëllezër, qëllimi i xhamatit nuk është vetëm namazi, por qëllimi i namazit është xhamati. Ne mund ta falim namazin edhe më të përqendruar në shtëpi, por Allahu xhalla shanuhu dhe i dërguari i tij na urdhërojnë, na nxisin dhe na premtojnë shpërblim të veçantë nëse shkojmë dhe e falim namazin së bashku, sepse bashkësia na shpëton në çdo kuptim. Namazi në xhamat nuk është qëllim në vetvete, por mjet që ne në çdo segment të jetës sonë, individuale dhe shoqërore, të jemi më të fortë. Po e përsëris, namazi nuk është qëllim, por mjet për të na bashkuar dhe që si xhamat ta mbështesim njëri tjetrin në çdo sferë të jetës. Sepse nuk është shaka kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: kush ndahet nga bashkësia është ndarë drejt zjarrit. Prandaj, ka fundi i muajit Shaban, le të intensifikojmë përgatitjet për muajin më të zgjedhur, muajin e Ramazanit. Në të do ta shtojmë edhe më shumë xhamatin. Le të përgatitemi për Ramazan, ashtu që dashuria për xhamatin, dëshira për të qenë të fortë në çdo aspekt të jetës, të banojë në zemrat tona gjithmonë, e jo vetëm në Ramazan. Sepse mendo, kur e fal namazin në xhamat, engjëjt me lajket i luten Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu, fale atë dhe përfshije në mëshirën tënde. Po ashtu është shënuar në burimet tona fetare se kur njeriu del nga shtëpia duke përmendur Allahu xhalla shanuhu, pra kur del me bismillah, engjëjt, rujtarët e tij thonë: ky njeri është i udhëzuar, nevoja e tij është plotësuar, ai është i mbrojtur.
dhe shejtani largohet prej tij, duke u përgatitur për muajin më të zgjedhur, muajin e mëshirës së Allahut xhalla xhanu. E dim se ai është muaji në të cilën Allahu xhalla xhanu i lidh shejtanët dhe u jep njerëzve liri që t'i përkushtohen adhurimit. Duke u përgatitur, i lutmi Allahut të madhruar që në Shaban, por edhe në Ramazan, të na jap forcë që gjithmonë të ecim me bismillah, në mënyrë që të jemi vazhdimisht të mbrojtur nga shejtani, sepse shejtani është armiku më i madh i njeriu. Ne edhe në mekteb i mësojmë fëmijët se çdo punë e mirë fillon me bismillah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se fëmia i edukuar mirë është sadaka e vazhdueshme. Prandaj në përgatitjet për Ramazan fillo ta mësosh edhe fëmijën dhe nipin tënd që me gëzim të hinën në hijen e mëshirës së Allahut xhalla xhanuhu wa xhalla xhelaluhu. Në burimet e tona fetare është shënuar se kur njeriu ndon nga pasuria e tij për të mirën e përgjithshme, apo siç thot Kur'ani, në rrugën e Allahut, melajket i luten Allahu xhalla xhanuhu wa xhalla xhelaluhu, shtoja dhuruesit në mënyrën më të bukur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u thot pasuesve të tij, ju betohem për dy gjëra, dhe njëra prej tyre është askush nuk do të jap nga pasuria e tij e që Allahu xhalla xhanuhu të mos ja shtoj atë. Kjo mund të shpjegohet edhe pa fjalë. A mund të marrë diçka dora e shtrënguar? Jo, ndërsa dora e hapur, padyshim që po. Nëse jep, është logjike që ke edhe ku të marrësh. Ramazani është muaji i aktiviteteve të veçanta. Le të përgatitemi që jo vetëm në Ramazan, por në çdo ditë me lajket t'i luten Allahu xhalla xhanuhu wa xhalla xhelaluhu, shtoja atij. Allahu xhalla xhanuhu, siç është shënuar në një transmetim, i tha Musait alayhi salam se thesarët e Allahut janë të mbushura dhe kur nuk shterojnë. Allahu ka më i dhuruar me bollok atij që e meriton. Dhe një gjë është e qartë. Ai i jep atij që jep. Kur vjen koha e namazit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, engjëjt therasin, o bijtë e Ademit, zgjohuni dhe shuajni zjarrin e xhehenemit që e keni ndezur me mëkatet tuaja. Besimtarët ngrihen, marrin abdes, falin namaz dhe kështu pastrohen nga mëkatet e bëra, nga sabahu deri në drejt, nga dreka deri në ikindi. Sa herë ta dëgjosh ezanin, le të t'jehojnë në vesh edhe zëri i engjëve, o bir i Ademit, zgjohu dhe shuaje zjarre. Melajket të paralajmërojnë dhe gëzohen kur bën mirë. Ata dëshirojnë që ashtu si shmang vuajtjet e kësaj bote, të pajisësh me dije dhe vepra që të shpëtojnë nga vuajtjet e ahiretit. Kur dëgjon thirrjen hayya ala salah, e janë në namaz, engjëjt të thonë, zgjohu dhe shuaje zjarrin. Nëse nuk ngrihesh, po ecën drejt zjarrit. Ashtu siç njerëzit janë të obliguar të ndërtojnë xhamatin, po ashtu janë të obliguar të ndihmojnë njëri tjetrin në çdo kuptim. Edhe lutja për vëllain besimtar është ndihmë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, kur njeriu lutet për vëllain e tij, engjëjt me lajket thonë, edhe ti njësoj. Lutja jote mund të mos pranohet, por lutja e engjëjve pranohet. Lutu për shëndetin e vëllait tënd, sepse jemi të obliguar ta mbështesim njëri tjetrin dhe kështu ta mposhtim armikun e brendshëm që quhet zili dhe urrejtje. Dashur vëllezër, Ramazani po vjen. Në të Allahu xhalla xhanuhu na jep liri duke i lidhur shejtanët. E ne duhet ta grumbullojmë forcën e besimit që të luftojmë me shejtanin gjatë gjithë 365 ditëve të vitit. Në burimet tona fetare thuhet se kur njeriu vdes, njerëzit pyesin sa pasuri ka lënë.
ndërsa me lajket pjesin se qëfar veprash ka marrë me vete. Njerëzit gëzohen për atë që kanë betur pasteje, por gëzoj edhe ata që të presin. Gëzoj engjëjt, miqtë e njeriut, rojtarët e tu, rojtarët tonë, duke marrë me vete vepra të mira. Sepse jeta njerëzore nuk është vetëm ajo ndërmjet lindjes dhe vdekjes, edhe ahireti është jetë. Është shënuar se kur lind një ditë e re, me lajket thonë, shtëpia që ndërtohet sot, një ditë do të rënohet, njeriu që lind sot, një ditë do të vdes, edhe ne që jemi sot këtu do të vdesim, dhe ndoshta nuk do ta presim më as muajin Shaban e as Ramazanin, dhe nuk do ta shohim bukurinë e tyre. Prandaj ta shfrytëzojmë rastin që na ka dhënë Allahu xhaleshani. Ta dim se jetën e ndajmë edhe në botën e padukshme, dhe në të janë engjëjt, me lajket, rojtarët tanë që luten për ne. Detyra jonë është t'i gëzojmë ata me vepra të mira. Shko në xhamat, ndihmo njëri tjetrin, fal namaz kur dëgjon ezanin, jep nga ajo që Allahu xhaleshani të ka dhënë. Bëj atë me cilën Allahu është i kënaqur, dhe atëherë vdekja kur do që të vijë për besimtarin, do të jetë bajram. O Allah i madhruar, në ndihmon në çdo ditë të jetës sonë. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.